Për të dytën herë, shkodranët pretendojnë se nuk lejohen të takojnë kryeministrin Edi Rama. Këtë herë është antari i shoqatës së gjuetarëve Hasaniera, i cili me një parull në duar kundër vendosjes së moratoriumit, ka tentuar t'i afrojë kryeministrit, teksa ai po takonte disa qytetarë në hyrje të pallatit të sportit, por është ndaluar nga policia dhe garda me shpejtësi. Madje ai nuk arriti as të hapte pankartën. Pas kësajve, gjuetari Hasaniera thotë se tentoi të hapte parullën, por është shtyr nga policia. Shkoda kërkon të hapet gjuetia. Maja e fjalën që ki dhanë zoti kryeministër, banu burr. Atë parullën nuk mlanen me shumë, punojësit e shërbimit, shikot dhe të policisë, më kapen për dush, me forcë më heken. Kja është një turp, kja është një shkelje të drejtave të njerëzit. Jera thotë se është kundër vendimit të qeverisë për moratoriumin. Nesër Federata e Gjuetarëve marrë Shqipërisë, në orën 11 organizon një protestë në Tiranë. Me rastin e projekt ligjit që po përgatit qeveria me mbyll gjuetin edhe 5 vjet.